Jo me më të në këto duar të ekipja shkojnë vetëm për të gjotësit që gjdo më njës në asil nga një këngë. Don't you worry, child. Po, në asole pak vibe vere më thënë drejtën, se këto këngë dëgjohen kërësisht në... E di si është në Shqip, don't you worry, child. Mos u shqetëso, Mos e vrit me në kalama. Mos e vrit me në qumë. Po, është e vërtet. Më përqenë dhe ajo pjesa tjetër që Parajsa ka një plan për ty, mos u shqetëso, thot, po, ku? Se s'po e shonë. Si Heaven's got a plan for you, po. Nëse ne konsiderojmë ende fëmi në këtë mosh, nuk e di nëse këngë nga përshtatet neve, apo atë kërë janë më të vegjës. Ne child të përherëshën do mbeteni. Le të mendojmë që t'jo. Shpresojmë që Parajsa këtë pasur realisht një plan pasë pra vicin, me që nëse fatë keq, ma i së shmë në këtë. Po nuk është nga ti, është... Së shkë nga vicin? Jo, Swedish House Mafia. Swedish House. I paga shumë më jetë gjë, po duket... Se gjithmonë më ka që në fiksuar si ka që kënga vjen pak si vibe ja vicin. Në basa mund të dhe këtë bërë, nuk e di. Duket se ka bërë një remake. Gjithsesi, e mërkur sot? Sot e mërkur. Po, e mërkur. Mes do të konfirmimi se nuk e dim qa shekur jetojnë. Erdi mesi javës, kështu si pa pritur, si pa kuptuar. Ka ikur shumë shpejt kjo javë. Po se... Edhe se marrin vesh që ditë është edhe na duket shpejt. Dhe si e çuditshme si kjo vera, lëvizja. Dhe bashkë me këtë muzikën e tjere, të nisëm sërish për jug, po jepni makinës me mendje. Ikëm për jug, lani. Grupi sot është për Për lërmi. Lërmi. Sot është data 29, dhe kuptojnë dhe iku dhe prilli. Iku. Që ka 30. Sot është dita e para fundit, nesër mbyllet prilli. Jo, sot është 29, si 30. Pra, që nga me 30, nuk është 31. Sot është me 30, po. Ky muaj është me 30. Sot është dita para fundit, nesër mbyllet prilli. Edhe ikëm zyrtarisht. Pra të premten është një maj. Për në maj, po. Logikisht, po. Po sot si, kënkoha Të premte një maj, dita punëtor. Unë prillin se kam djerë fare, në basë nga që me marrë dhe më punë me gjyra. Do festoni apo do protestoni? Do punojmë. Do punojmë që gjithë tjerët. Jemi në punë si gjithë të tjerët. Okej, qa u bënë të një që nga ju? Si ka qënë dita e djeshme? Pi që ishim kinema, pa me film në Michael Jackson, The Legend, legenda. Michael Jackson, interesant, bukur, shkuam flejtë në gjumë pastë. Unë djemë më ti motor që thua, kam fjetur 5 orë në drek. Po. Edhe unë. Edhe ti? Edhe unë. 5 orë? Por më shumë nuk e di, kam unë për sensin. Qa bëri jo, se u bytët dhe gjuvët, që bëri jo, se shkurtua tjetët, qa bëri kështu? Në orë 1 pak jam shtrirë. Ore, si me e bë me plan, nuk do ishin 1 orët njësoj. Nuk e di, për sot, në orën 6 e pak më zjoj një shok. Same? Wow, sikur po së të regon një story time, e të mersh. Po, kryshja mos të rego kotë, se në tha shumë. Po, njësoj. Nuk e di, mendova, as nuk u shtria fare për gjumë, thjesht me u qetësu pak. A shumë njësa. Por zgjova ishtë ora 6. Shumë rëzuar dhe ajde, më merë telefon dhe më thotë, më merë këshu me i gjithë zëri, uje, unë kësha dalë me shumë që ndime në gustë, duke pirë kafe, në kafe i thashë. Edhe po rinde një gjëndje këshu, qa ke e më? Kam fjetë shumë. Po kur jeshtë ri, dorë një, qa më tha. A më mirë ta se kishe halalit e se ke qënë pa gjumë të ditë. Po e pra, jemi lodhura shumë sa mëzi. Dhe deri sa kemi shkuar të kinemaja, nuk i ka pushuar goja. Sa kam fjetë, dhe kapi paranoja pastaj. Pastaj fjetë e prap herët, se të zë herët. E në darkë, jo, në darkë ka ora 12:30 më ka zënë që më. Okej, jo mua më zuri prap që në 9. Gjero, ti e ke paka shumë si rutinë tënde, që ti flenë drek edhe në darkë fle herët, për tiri nuk është normal. Jo, nuk fle në drek, unë këtë javë po fle në drek, se nuk fle kur. Vërtet? Jo, nuk fle. Thjesht kjo pjesa e lodhjes këtë ditë, trupi së mbanë më dhe përderi sa unë dhe ti e pas kemi përbashkë, që dhe Krisa jo, do të thonë që ne dy. Mosha. E kemi kry. Ama i gjumë i drekës, me thonë drejtën. Lere tani. Lere. Jo, më jo, i mirë është e ditë se dhe mu më shion. Dhe unë e njo vetën time dhe unë e ditë do fle shumë, duke qënë se e shioj shumë gjumë. Ka shumë gjërat këqia, që të thotë kur zjo si trullosur, nuk e pres gjë pas dite. Zdine që shekulli jeton. Po, ama, të shion, ma i motër. E vërtet është. Që të shion, tani, lere. Dhe vera është për para, dita është e gjatë, gjumi drekës tani është super gënajsi e përhershme. Lere se nga zuri gjumi dhe këtu tani, ama. Jo, po, banë më ndikur kur ishim të vegjë, nëse na vini në gjumë mame, prindrit në drek, u lëristi me të madhe, nuk duat fletë, që shko. Po, nuk kemi dasha asnjëherë të flini me gjumë. Unë kam qenë ai fëmia gjithmonë prisja sa të vinte pas ditja sa më shpejt, që të zbrisja poshtë të luaja me shokët edhe me shoqet.
kur nuk le të themi nuk flija. Ishte shumë rrallë, nëse mbase mund mos kisha një gjë për të bërë, po asnjëherë. Dhe I thoja gjithë si flini ju në drek, mos më flihet në drek, sidomos në verë. Nuk e di, po unë shikoj, unë e kam e ditë. Ka ditë që fle, ka ditë që nuk fle. Por që është dhe që të dërmina, pra kur je I lodhur edhe bën mirë që të riesh në drek. Po, ashtu Do mos është. të mosh njerë, Edhe bën në mirë të mëngjes flesh. bën mirë të shtrihesh çik më shumë se ora është 6 që zgjohesh, po nejse. Po mirë, tani ata e dim. Nejse, ne jemi mësuar me mëngjesin edhe e kemi thënë gjithmonë edhe në fundjavë na del gjumi shumë herë. E vërtet, Okej. me fat keq. Pasi ditë shumë të bukur, ditët ndjeshme, vazhdojmë me një Po. tjetër ditë shumë të bukur në program, të paktën se çfarë bëjmë pas punës nuk mbajmë përgjegjësi. Po. Dhe me çfarë e nisim? Me çfarë nisim? E nisim me reumatologun Ervin Rapushin. Një ndër më të mirë, duhet thënë, doktor Ervin Rapushi, do të flasim për artritin reumatoid, pra për reumatizmën, siç njihet ndryshe në gjuhën popullore. Simptomat, shkaqet dhe trajtimi. Do thoni u ç'ne pse po merrni doktorin për reumatizëm. Po na kanë filluar dhimbjet e kockave, dhimbjet e kështu. Mua ky gishti më dhëm për shembull. Po. Ka kaluar ky gishti te ky gishti. Pastaj dhimbjet e kyçeve poshtë. Na marrin pra doktorin. Se kush do na tregojnë? Do thonë këta që po na ndjekin, shko ti te doktori. E di. Po edhe ne Ne marrim. sjellim këtu për ju, Patjetër. jo për vete. Jo. Nuk e gjeta kështu për zotin, nuk e gjeta me këto probleme. E bukur kjo. Se në këtë emision kam kuptuar se sa shumë agohet Tiri, sa I ndodhur përket shumë çështjeve gjëra. shëndetësore. Këto 2 vite kanë ndodhur shumë gjëra. Aha, ke marrë po 30 vazhdon për poshtë pastaj. S'kam. Nisë, edhe për fazat më të avancuara, jo thjesht dhimbje kyçesh, vërtet, po edhe po, në po. ato faza, për shembull tek këto moshuarit kryesisht, ndodh që fillon deformimi I kyçeve dhe bëjnë parasysh janë ca duar që në dimja ka E mundësi vërtet, të jenë po. duar kaq të deformuara, por ndodh momentin që lihet pa trajtuar dhe Duhet pa trajtuar. ndjekur si duhet. Duhet trajtuar. Okej. Mirë, dhe Më në pas. pjesën e 2 do të kemi një supervise sa I përket dhe me çmendurive, kryesisht të shpejtësive. Erkida Karaj, ajo ka shitur motorin në fakt për hatër të mamit, ka shitur motorin që ajo le të themi është e çmendur pas Ja, pas ka bëj qefin mamit. pas shpejtësisë, po kjo do të thotë se ndalet. Se ti më vërteshet motorin, po kjo do të thotë se nuk e merr motorin diku tjetër. Erkida në fakt, si që ka treguar edhe për zjo, po të tregoj edhe për publikun, ka rrëfyer se si ajo ka shitur motorin për hatër të mamit, sepse sigurisht asnjë prind nuk do që fëmia e tij të udhtoj me motor, duke qenë se duhet të thënë, nëse nuk dim t'i japim, është mjet I rrezikshëm që mund të të rrezikojë dhe jetën. Edhe kur ditë japësh rrezikshmëria mbet edhe Aty është. Por do të flasim gjëra gjatë, se si ajo në fakt dhe motorin e ka blerë dhe fillimisht me kursimet e veta, dhe më pas që të tyrohet ashes, ka sakrifikuar jetimi ëndrën e saj për Kawasaki qetësinë Ninja. Ninja, po. të jëmës, por që unë ja duri vajzat që motor më të shpejt. udhtoj me motor, dhe e kam pasion, se unë kam shumë që vetë, pa çka se si t'i jap, por gjithmonë më ka pëlqyer ajo adrenalina edhe e ti ku e kemi shikojmë pak dhe nga ana estetike ne, që duket bukur. Mua nuk më qenë për shumë. Mua më pëlqen. Ana estetike. Po gocat ka një lloj vetbesimi sa I përket. Më pëlqen shumë gasis gocat në motorit. motor, edhe çunat motor, po te vetja as nuk. Një herë që kam provuar të marr xhiro motorin e Timati, u thyen 7 gjëra, kështu kur isha e vogël. Dhe që atëherë nuk ma lam. Qa Po ndodhë çfarë vleri t'ja bësh? Jo, se isha thjesht në bord shtëpis, nuk është se dola në rrugë, se pa tjetër fëmijë, po thjesht e përdora pak, ku di unë se ku e rasa aty në një mur, ju thyen ca gjëra, ta babi, leje çup, leje ec. Kështu historia, do me Ca thënë, por gjëra ky nuk janë është bërë rasti vetëm për vajzës çunat, tonë. por nejse. I koret janë dhe. Ja, se ta tregon... I koret janë dhe. Ta tregon ty Erkida. Ka raste sporadike, pa tjetër, ka raste që janë shumë të mira në timon, apo kudo, pilot, femra, pilot e femra. Ka raste, por flasim masivisht. E më mirë bajen janë Gjithsesi dhe dëshira e motorit vjen që fëmia duhet thënë, siç ka Po, ardhur patjetër. Erkidës, se nuk të Okej. vjen në një moshë. Zgjohesh në tua shiqyr udhja pas ka- motorit. S'paska. Si dihet kur... S'pas ka për navë. Pasionet, po. Okej, mirë. Në fund fare pastaj dashuri në program. Do t'jetë një super çift nga Fieri. Monika Bana dhe Elis Sina
sa po janë fejuar, le ta quajmë kështu, sepse ajo ka marrë një propozim shumë të bukur nga i dashuri i saj, dhe presim lajme të mira nga çifti, ata në rrëfejnë sot të gjitha emocionet e propozimit që ka ndodhur, por edhe historinë e tyre të dashurisë, sepse ka një histori shumë të veçantë. Monikës i ra në kokë për këtë djalin e panjohur në mes të një fushate të Partisë Socialiste. Shikon, bën partia bashkë, çifte. Shkon të gjasme për partinë, opa, i doli dashuria. Shikonin që partia nuk është gjithmonë diçka e keqe. Po, ka bërë plot, politika ka bërë plot çifte, domethënë janë treguar, kështu që po, dhe interesantja është që zakonisht janë çunat ata që bëjnë hapin e parë, në këtë rast ka qenë Monika ajo që ka bërë hapin e parë. Bravo, pse shumë mirë ka bërë. Nuk e shikova, thash është gjë e bukur që ka bërë ajo hapin. Mendoni ju që mashkulli gjithmonë do bëja jo, bënë dhe femra hapin e parë. Është tjetër gjë që mendojmë ne për veten, tjerë. Për të tjerët, patjetër. A jemi për barazi, unë jam për barazi gjinore. Ne kemi thënë që nuk jemi për barazi gjinore. Atëherë vazhdon, pra. Po mirë, ti shkon një vajzë të propozoj tani një djalë. Po. Edhe mund të jetë interesante deri diku. Pse jo, mo? Për vajzat e tjera flasim gjithmonë. Po mirë, të shpreh një pëlqim, po ta propozoj tani. A mo që keni këto tani e bo keni. Që ka më? Është çështje perceptimesh. Të gjunjë tani të propozoja? Po lere ti më pëlqen mua pa jo? Jo, pse mos ta kapte vetja, unë thunë gocë jam funditës, edhe nësë jemi... Po ke gjithmonë da këtesh të vetja. Më falë pak, ne të dy akoma, së të kemi vendosur as punaza, gjëra si s'kemi bërë në një nga këto propozimet të tilla. Dhe unë po të pyes, me qënë se ke partneren. Unë në rastin tonë do doja ta kisha bë vetë propozim. Po hapra. Por nuk shoh asgjë të gabuar nëse ta kisha bë një fem. Pra nëse do ta kisha gabuar, po them si e shikon ti. Qen ty kjo gjë? Fillo merr unazat, mendo ku do ja propozosh. Ta them që në rast se do ta kisha bë ti, nuk është se të thoja ç'a bë ti. Vërtet? Pse normal që jo. Ç'a janë këto më zoti më propozimin? Do ta bëj. Do ndjesh më i vlerësuar nëse do të propozonte Krista? Jo, thash që në rast se do të propozonte Krista, nuk është se do kishte ai, nuk është se do thoja wow, pse e boni kjo këtë. Kupton? Do preferoj ta bëja unë, po edhe në rast se e bë Krista, ta kishte bë Krista, ne nuk është se gjithsesi. Në fund fare ushqim njerëz, shohim recetën çfarë ka bërë Mira për sot. Speca të mbushur me prosciutto viçi dhe djath. Sezoni specave tani janë të freskët dhe po shoh vetëm specat gatuara kudo, i gatuajnë me pana, i bëjnë fërgesë me gjizë. Imagjino të kesh një mira në shtëpi. Speca ditën e mërkur, të pasta ditën e martë, ditën e hëndë kështu, ditën e enjtë ditën e premte. I merr gjitha mineralet, vitaminat, gjërat që i duhen trupit njeriu. Super fata kesh mirë në shtëpi. Aman, më i mira, shtofshin gratë si puna jote. Se kelëm të hongër sufllaqe gjithë ditën. Po, t'janë tharduar. Kisha na gjë me ty, kam pse në këtë rast mund ta bëj mashkullit gatimin, Po, meshkujt janë kuzhinierët më të mirë. Okej, janë familje mund gatuaj mashkull, s'ka se problem. Por propozu, femër nuk propozu. Jo, propozu mashkull. Tani nëse ti e ke dëshirën ta bësh e bën, por fund ditës nga ne do varen. Ecim. Ku do shkojmë? Te videot, apo s'kemi ardhur akoma. Kemi ardhur. Te videot virale. Po sigurisht se kap fare. Si kam? Po ka diçka, ma. Valizën nuk e pse merr gjiko me vete, se gjithë na ka ndodhur që Po ku të ta lësh o burr? Të lirojmë hotelin herë dhe udhimi, florimi është natën. Pa lëmë te hoteli i thua asaj vajzës djalit. Do vi ta marr pastaj. Mundet sa ato kanë gjithmonë në dhoma, sa që hotelet e mira. Kanë gjithmonë vende ose dhoma. Magazina. Po, i len aty, po. Ne kemi bërë, po. Kemi shënuar. Mua më ka ndodhur në Spanjë, po kthehesha nga një qytet tjetër afër Barcelonës. Edhe avioni ishte në darkë, hoteli patjetër që do dilja në drekë. Dhe ç'kam bërë, se ku do shkoja me valixhe? 10 orë pare në aeroport. Sa në një anë tjetër. Kemi 10 orë në aeroport? Kam detur. Me idenë që do shkojmë në Barcelonë, që ender e dorim çik aty, pastaj hajde ikim në aeroport, hajde se iku, ja sa të shkojmë ne se iku. 10 orë. 10 orë. Të merr jetës time. Unë kisha parë njerëz që kishin me sikletë, se mos e humbin avionin, po 10 orë parë. Jo, sa më u torturu, kështu rrugëve, më mirë prej dhe i ditë tjetër atë hotelin. Edhe rri që Njëre keti me motor, po. Nëse në njërë dalin gjërat jashtë planit, se me idenë që hajtë se do shijojmë ditën aty, pastaj po ku ti lë çantat, ku ti lë valizhet, po prash problemet e valizhet. I bie do kthesh pa mbrapsht hoteli. Jo po ishte faji jot, jo po ishte faji im, jo po ti na sove kaq herët, e fillon pastaj nuk flet as me të shtëpisë, kështu. Nëse. Ç'është ndodh?
Më thua një udhtim që nuk përfundon deri diku edhe më ndonjë lloj sherri. Ta duash. Gjithmonë. Okej, ikim tek horoskopi. Ikim. Ecim. Okej, shojmë dashin. Nisim me dashin. Peshqërit, çështjet e zemrës do ecin pa probleme sot për deshrit. Edhe kritikat e partnerit do i merrni me sportivitet dhe humor. Shumë mirë. Siç duhet i merrni. Beqarët do vazhdojnë kërkimin për personin ideal, por pa shumë sukses. Financat do përmirësohen më shpejt nga sa prisnit. Okej. Do e përmirësojnë lekët, ë? Vazhdon dashi të jetë në top form, vazhdon dashi të jetë në top form. Ne nuk kemi xheloz, apo jo? Jo, si jemi xheloz neve, me lekët shumë mirë, me çiftin shumë mirë, edhe beqarët gjithmonë kanë dalë mirë, pavarësisht se nuk po gjejnë njeriun ideal. Duket shumë mirë nga të gjitha anët, po e di si më duket në rastin e dashit, ndonjëherë si ajo qetësia para stuhisë. Na, që të do shpërthej pastaj thua. Po shkon shumë kohë mirë, nuk ka mundësi. Shkon shumë kohë mirë, po, vërtet. Nuk ka mundësi. Kështu që Po është si ajo s'ka frika. thënë një horoskopi deri më sot. Tani që kujtohem që për shembull për në çift flas që shumë shpejt do martoheni. Do ju propozoj për martesë. Edhe ka thënë. A ka thënë? Konkretisht do ju propozoj për martesë? Po. Okej. Kam lexuar. Do kalojnë në një fazë tjetër, ka thënë. Pas rasti që ka thënë, do kalojnë në një fazë tjetër Po pra, marrëdhënie. do merrni hapa të rëndësishëm, po konkretisht Do të merrni fjalia propozim, do ju po. propozoj për martesë, konkretisht kjo fjali. Do Se shta- propozimi mund të jetë dhe, a do nisim bashkëtesën ose do të takohemi me familjet, mund të jetë kjo. Propozimi. Ne këtu nuk e kemi lexuar, po horoskopi përgjithsisht edhe e thotë. Ne s'na ka rënë se s'ka Troç martesa njerë, si këto. s'na thot troç për legët që jeni grop, na thot njerë troç. Po, ja mos e ka Demi, e shohim Demi. Hajde, Demi. Okej, do të regoheni më realist në jetën në qift dhe marrëdhënia me partnerin do përmirësohet. Beqarët do kenë një ditë të trazuar dhe nuk do jenë të fokusuar tek dashuria. Ndërsa në planin financiar do jeni të kthjellët dhe do merrni vendime të zgjuara. Ja, edhe për ta Investime mirë. këta, vendime të zgjuara Demi. Nëse Demi njihet që është shumë organizator i financave. Nuk dështon, nuk dështon Demi. Po, beqarët një ditë të trazuar, A di çfarë do nuk e kanë thotë kjo? fokusin të dashuria. Kjo do të thotë që Dashi dhe Demi janë mirë, automatikisht tregon që ne do jemi grop. Jo, po, Kjo është Dashi dhe frika Demi jonë. ka një lidhje, një lloj lidhje me njëra Po tjetrën, është njëra domethënë mirë, se është janë tjetra gjithmonë. mirë. Po, vërtet është. Ndërsa çifti tregon realist. Pra hajde më këm tokë dhe do përmirësohet dhe marrëdhënia deri diku. E po, mirë. Mirë kanë qenë tokë Ecim. këto ditë, mirë dhe në çift. E po Ecim. mirë, pra, vazhdo. Mirë qofshin. Është. Pinjakët. Partneri do të mbajë disa nga premtimet e fundit dhe kjo do t'ju bëjë të ndiheni shumë mirë. Dashuria do të forcohet edhe më shumë. Beqarët duhet të lënë pas të kaluarën dhe të fokusohen te ardhmja. Financat nuk do të jenë në gjendjen më të mirë dhe disa mund të detyrohen të marrin hua. Pinjakët, mos gaboj unë, vetëm me borxhe këto kohë, se kam vetëm këtë mbaj mend që do marrin hua gjatë gjithë kohës. Sa bukur e thua, hej, ua, marrë e fare. Po si është mos si e Do të thua marrin ti? hua. Pa e di që t'ingullon kështu, po. Ashtu e kemi mësuar, ne e theksin nga aja. Hua. Hua. Po Me kur gjëra të- dëgjoj, kur e thua vetëm hua, nuk tingëllon pastaj si ti e thua në një fjali të plotë, se të Hua, në rase e thua hua vetëm është okej. Kur e thua në një fjali duhet hua. Për mendimin tim tani ku di E, o, unë mirë, ha, jam tani. Vendimin tënd, okej. Lexojeni si të doni njerëz, e rëndësishme është tani që do merrni borxhe. pare se të kalojmë Gaforja. te gaforja. A do ishe ti willing, dakord dhe do sakrifikohesh e ti sot që dile ti gropë dhe dilin e mirë? Absolutisht jo. Jo. Kalen mendja? Hajde, kalojmë te gaforja, urojmë që t'jetë gropa e gropës. Eci. Mbrojeni me kujdes marrëdhënien tuaj dhe mos lejoni askënd të prish harmoninë. Partneri do jetë i gatshëm të përshtatet me ju, sigurisht. Beqarit do ndjen gati për takime dhe disa mund të ndryshojnë dhe status. Financet do të jenë të dobta, shmangni investimet e panevojshme. Shmangini. Grop. Dhe doli fjala ime. Po të kisha thënë që po unë bje dakord që vetë sakrifikohem sot në mënyrë që dilni o mirë,
urdhëro, do ishe rahat. Do ndryshon të rrjedha në fakt. Jo, po do ishe mirë tani, do ishe më rahat në veten, urdhëro. Dole prap, sërish dole grop. Ore, unë të paktën jam rahat me veten se jam e sinqerë, do ishte shtirje nëse do thoja, ua, pa që ju lek, mos pa qa unë. Kush e thot këtë? Qysha, jo. Nuk e thot njeri më të drejtën, po. Ashtu, më mirë e sinqerët e me nere aty. Okej, ecim, Luani. Një gjë është sigur që kafe ciketi sot je. Kam shpenzime tjera sot. Luani, ndikimi i planetëve nuk do jetë i favorshëm dhe mund të përballeni me probleme në çift. Do jetë e vështirë të gjeni gjuhën e përbashkët. Beqarët do marrin propozime nga persona të njohur, ndërsa financat do jenë të shndrueshme, por kërkojnë një menaxhim të mirë. Edhe mos ja dalin këta me lekët. Kërkojnë menaxhim të mirë. Mirë. Çfarë thotë kërkojnë? Si do Okej, gjenë po. gjuhën në çift këta luenrit, po çka kanë? Ta kanë gjetë gjithmonë gjuhën në çift. Ç'a pas kanë tani? Nuk ardh më të fundës gjë. Po ku diun? Varet. S'po durojnë dot më. Do jetë vështirë, po çuditshme se një të tjera hatë se ka forës ta gjithë partnerit të përshtatet. Kështu që Patjetër. ti e ke fjallën për raportet tjera që janë midis Luanit dhe ose dikujt në shenjë tjetër. E Për ke tjerë përgjithësi. flasim, po. Po të bëhet, çat bëhet për ata. Na nuk bëhet. Virgot. Virgjëresha. Do të arrini të zgjidhni me qetësi dhe mirëkuptim problemet e fundit në çift. Do të ndiheni më të lehtësuar. Beqarët do të marrin propozime, por nuk do të ndihen ende gati për hapa serioz. Financat do të përmirësohen ndjeshëm. Okej, e rëndësishme është që problemeve në çift po u vjen fundi dhe do të ndiheni shumë herë më të lehtësuar. Edhe për beqarët gjitha rrugët që kanë të hapura me propozime, me gjëra interesante, por nuk do të jenë të gatshëm për të marrë hapa serioz. Vjen muaj i Pas të tani. keqe nuk ka. Financat, Jo. e rëndësishme është që financat janë të përmirësimit. Beqarët Shenjë leti mendojnë gjërat i çik më thellë, çik më gjatë, që ta dinë pastaj kur të thonë atë pon të jetë po me shumë vula nga pas. Shenja e dytë ose e tretë më e mirë Po, për sot. mashallah Virgot. Ecim. Mashallah. Okej. Ku jemi pas për peshorja? Te peshorja ose ndryshe si që timi ne në këtë emision, Kanari. ka ndarë, bravo. Gjëra do t'jenë më të thjeshta në çift, do komunikoni hapur dhe do bashkëpunoni me partnerin ose vis partnerin. Beqarët do të kenë fat dhe mund të hyjnë në një fazë të re në dashuri, ndërsa financat nuk janë në nivelin e duhur, ndaj shtyni investimet për më vonë. Probleme me financat, peshorja, ndërsa pjesa tjetër duket sigurisht okej, apo jo? Më mirë se nuk është dash keq me financët, se thotë shtyni investimet për më vonë, ose s'keni lek me shty muaj në këto. Mirë, okej, pra, nuk janë në nivelin e duhur, pra Po, për investime. Po të njerëzit që flitet për investime, do thotë që përderisa mendojnë investimet, kanë shumë lek në gjendje. qartë, pa investim mund tjetë edhe, ku dion. Po prapo duhen lek, gjëra më e vogël që ti investosh, duhet kesh kapital. E kam fjallin që edhe një, ku dion, që i fuzësh barkut ushqim mund tjetë investim. Investim në tull. Po, investim është një dhe mënyrë, kështu që nuk e di se kujt i referohet horoskopi në investim. Okej, në çift që janë shumë mirë, edhe beqarat fat, kështu që mirë, peshorja ecë. Thash pse dala aq i shëndosh pas ka qenë fa i kësaj. Po si gjithmonë, e themi hisha. Jo se jam i shëndosh, Jo, absolutisht, akrepi. Akrepi, një ditë e tensionuar me debate të forta në çift, kujdes me vendimet që merrni, pas ndikojnë në të ardhmen. Beqarët nuk do jenë në humor për njohje të reja, financat mund të sjellin vështirësi nëse nuk tregoni të kujdesshëm. Pra, jo se nuk keni, por nëse nuk tregoni kujdes dhe menaxhim, automatikisht do keni dhe probleme me financat. Nuk e di pse Akrepi këto ditë nuk ka qenë shumë mirë sa i përket edhe marrëdhënies në çift, edhe beqarës do kenë nerva për të njohur persona të rinj. Çiftet do të bëjnë kujdes me debatet, pasi mund të ndikojnë në të ardhmen e tyre. Kështu shkoj muhabet me akrepët. Po, kujdes me vendimet. Shumë të tensionuar po duken këto kokta, nuk e di se çka kanë. Nuk po gjeni rehat ju akrepët kohë për fundit. Me financat që jeni Terezi, tensione në çift po keni, beqarët si janë fare në humor, po hynë çdo ditë e shenjat më të këqija. Po. E ndjen ti këtë energjinë e Se ndrojmë dot. Nuk e ndron dot. Po ti mund ta ndrosh se ti vetë bën horoskopin. Kur u ndan, këta në ranë. Po jo, që kuptim ka të ndrojë unë horoskop? Dhe dëgjesh veten, thua ti, si ja vlen. Ecim. Pastaj kush ka Gjetari. Si gjetari.
Një ditë e qetë në dashuri, edhe pse nuk do të ketë shumë pasion, mirëkuptimi dhe bashkëpunimi do të mbizotrojnë. Beqarët do të ndihen të paqartë dhe nuk do të bëjnë ndryshime. Në planin financiar, shmangni shpenzimet e tepërta. Okej, fund muaj nuk do të bëni asnjë lloj shpenzimi që nuk është i nevojshëm në këto momente për shigjetarin. Në dashuri ditë e qetë, pa shumë pasion, po që rëndësi ka kjo, rëndësishme është mirë kuptimi se pasioni sa vjen e shtohet duke u rritur financat. Ashtë. Okej. Qa ke tjeri pësirë? Duke pasur shpenzimet të tepërta, sigurisht. Ullet pasioni, jo? Dhe vërtet. Jo, thjesht dhe janë shumë të qetë. Nuk bie vetëm pasioni. Por ka mirë kuptim, sepse do kenë për shpenzimet të cilat mund të kenë qenë të domosdoshme për çiftin. Kur ulen financat, nuk është vetëm e gjë që nuk bie vetëm pasioni, domethënë. Ashtu. Ecim. Jemi tek Breciapi, po. Aty. Diskutoni hapur me partnerin për çdo paqartësi. Kjo është mënyra më e mirë për të zgjidhur problemet. Beqarët duhet të kenë ende durim për të gjetur personin e duhur, ndërsa financat do të jenë të dobta, dhe ai tregoni shumë të kujdesshëm. Po, pa shpenzime, se kemi thënë, Breciapi këto kohë vetëm shpenzime ka pasur. Beqarët duhet të kenë durim, se i duhuri do të vi, po nuk erdhi, nuk është i duhuri dhe nuk ka qenë fati juaj. Patjetër. Diskutoni çfarë Bëni durim. Çu tha? Çfarë bëjmë? Po, edhe përpiqemi. Duhet flisni në çift. Kam pas shpenzime këta, me thënë drejtën. Kam pas të Më the të thash. Tash, ne po përpiqemi tani të bëjmë më të mundurën që t'i ruajmë kurse mos harxojmë shumë. Kam përshtypjen që Brezion nuk di fare të kursejë o Krisa. Si nuk kemi zënë Po thash, po përpiqemi, nuk ka shëndim. Edhe kur përpiqemi shpenzojmë Po përpiqemi me atë tonën, domethënë. Kjo ka rëndësi. E të mërshme. Ikim te ujori. Para fundit. Disa mosmarrëveshje të vogla mund të lindin, por asgjë serioze. Ndaj ruani qetësinë. Beqarët do kenë mundësi vetëm për aventura kalimtare, ndërsa financat do jenë të mira dhe do arrini të shtyheni edhe detyrimet. Dhe sërish ujori vazhdon të jetë një nga shenjat më të mira si përket këtyre ditëve, nuk ka pasur një ndryshim të madh. Pra që një ditë jetë mirë, ditë tjetër të jetë grob. Financat e mira i ka pasur për këto kohë. Beqarët e kanë mendjen për aventura, sa ati 12, ndërsa në qift, edhe ato diskutimet që mund të keni tek tuk, për gjërat vogla, që mund të prish marrëdhënie. Asgjë serioze, thot horoskopi. Peshqit atëherë. Peshqit e fundit. Shohim se si do të jetë dita për ju. Jeta në çift do të marrë një kthes pozitive, do të sqaroni përfundimisht mosmarrveshjet dhe do të ndiheni më të qetë. Beqarët do të vazhdojnë një njohje të nisur së fundmi. Financat do të përmirësohen fal zhvillimeve në punë. Okej, do të sqaroni mosmarrveshjet në çift, do të jeni shumë herë më mirë se ç'keni qenë peshë të dashur, pavarësisht gabimeve tuaja dhe atyre flirteve jashtëmartësore që keni bërë. Beqarët, njohje të re, okej, shumë mirë, edhe me lekët që nga shumë mirë. Super. Duket që jeta për peshqit po ndryshon, ndryshe nga jeta e ca të tjerëve që po merr për poshtë. Të paktën nga ana e lekëve, se zakonisht ton po ke lekun, tjerat vijnë vetë, apo jo? Apo është po ke dashurinë ajo, tjerat vijnë vetë? Ka mundësi mos bëhemi kaq materialistët të emision. Po si është shpreha tha? Leku është i rëndësishëm, është shumë i rëndësishëm, është mega i rëndësishëm. Kaq. Nuk jemi materialist fare, por leku është shumë i rëndësishëm. Po është pra tani. Po. Ikim reklama, vim pas pak. I know, na. Ai zhduam në një fjalë dhe krijojmë këngën vetë. Po bëj gati tjeri për rubrikën, po nuk është ende momenti rubrikës së gjej këngën, sepse pa u zëni çik para, ne nuk kalojmë dot tek ajo rubrikë. Fakti ditës. Ikim. Hajde ta shohim. Të qenit i mirë nuk të bën të rreqës, shpesh të bën të zëvendësueshëm. Njerëzit të respektojnë më shumë ata që vendosin kufi. Po, është me tolerimin pak a shumë dje. Jo, tamam. Si të qenit i mirë si njeri, apo në paraqitje? Jo, të jesh, të më thënë, të jesh i mirë me të gjithë. Nuk të bën tërheqës. Po.
Pra, jo, nuk ka lidhe me i mirë fizikisht, po. Qenit i mirë, pra i personi që e mba mirë me gjithë, që është i mirë, që është natyrë. Po normal, që të marrin në përkëm. Kështu këto gjëra. Po, dhe të marrin në përkëm, pastaj të thënë se e bën ai, e bën dhe të vinë kështu si shpirti i keq. Ndërkohë, ti je nuk respekton fare, nuk duhet të jesh një people pleaser, kështu e Po, të qenit i mirë nuk të bën të rregjës, që do të thotë automatikisht të qenit i keq të bën të rregjës. Jo automatikisht, po nëse nuk vendos kufin. Merë në mbresh njëra tjetër. Ti mund t'jesh i mirë, po nëse vendos disa limite, pra deri këtu shkoj unë. Deri këtu jam i mirë, unë pastaj mrapa nuk jam. Pra kjo është limiti. Po ka shumë të bëj, s'më bëj më shumë, e kupton? Se s'jam unë për të plotësuar të çdo tek, çdo dëshirë që ke. Mua më pëlqejnë njerëzit që dinë vendosin kufi, qoftë në shoqëri, pra që nuk janë ata që janë të gatshëm gjithmonë për çdo gjë, pra nuk janë ata të mirët edhe që mbajnë rolin e tillë, por ka një kufi shumë të hollë pastaj mes të qenurit nga këta njerëzit që kanë kufi dhe të kaluarit në arrogancë të theksuar, dhe aty nuk më pëlqen fare kjo pastaj. Duhet një lloj limiti mes të qenurit i mirë dhe të pasurit kufi. Pra ti je i mirë, po ke ca kufi që nuk ti shkel dot njëri. Ama ti jesh njëri pastaj që nuk ke shumë kufi dhe e mban shumë lart se ç'je, aty pastaj kalojmë në një arrogancë të theksuar dhe askush nuk të ripas, edhe fillon pastaj izolimi, ke kufi vetëm për veten tënde pastaj. Njerëzit kanë fetishe të ndryshme. Po patjetër po. Njerëzit kanë tërheqje të ndryshme nga njerëz të ndryshëm me karakteristika të ndryshme. Ndaj është, po flasim përgjithsisht, dhe kjo është, besoj që gjithë bim dakord, që njëri që është, ai mirë i grupit është merret pak për të mirë qenë, kupton? Nuk është aq tërheqës, ti është i miri. Për të shpërndarë keq. Keqe dhe të jesh i mirë i grupit edhe të jesh njëri i gjendur për gjithë. Nuk është gjë e keqe, paktën për të tjerët. I duhet një grup. Për veten tënde, ndoshta nuk është shumë e mirë. Jo, më shiko, se duket sikur e përdorim njëri të tjerë, po jo, nuk është ashtu. Mua më pëlqejnë dhe njerëzit që janë po në rregull, okej, që janë gjatë gjithkohës, kështu, nuk e di nëse e kanë, nëse ju vjen natyrale. Shiko, që ta kuptojmë dhe ne më mirë, dhe më thonë, që të vendosemi dhe ne vetë në pozicionin e këtij të faktit. Pra ne një njeri të mirë, do pranojmë ta kishim shok, do kishim dëshirë ta kishim shok, por nuk do pranoheshim të lidheshim me të. Pse? Do kishit pranu një njeri të mirë të krijonit një... Me thënë drejtën, me njeriu e mirë pretendohet të krijojë marrëdhënie të tjera. Flasim njeriu siç është këtu. Po. Ai tipi i mirë që e bën çeve gjithëve që është. Më pëlqen shumë që partneri im të jetë i gjendur për të gjithë. Në familje, në shoqëri, pra nuk do të doja që të jetë partneri im ta kërkojë një shok dhe thotë apo s'jam, unë jam i marrë. Pa, atëherë që ka tërheqës pra. Është, patjetër. Po pse po thon deri tash që nuk është? Jo, s'po them gjë. Pastaj pra thatë nuk është. Ka një lloj limiti, nuk thash se ka gjë të keqe. Ka një lloj limiti ndaj kujt ti e bën dhe mënyrën se si e bën. Po, jo se ti je njëri i tillë për shkak që nuk dua t'ja di fare unë edhe po shoh veten time. Jo, mua më pëlqen që të jetë suportim ndaj të gjithëve. Atëherë kur i kërkohet ndihmë ta japi, pra të jetë provideri në të gjitha anët. I qartë pra i qartë, po. Nuk e di, domethënë kjo qenit i mirë është që është në thonjza, domethënë është pak i mirë është çik më gjërë, kupton? I mirë me të tjerët, i mirë me veten, i mirë me grupin, i mirë me të gjithë, i mirë njeri, i mirë, domethënë i ka të gjitha të mira. Po, ti je pozitiv me të gjithë. Është zero toksik. Po sa të doni ju që marrëdhënia ishte zero, e toksiteti ishte zero marrëdhënia. Ja, po edhe të duam, ne nuk ndodh. Është me natyrë, në momente. Jo, po shiko pak, në vërtet na pëlqen ajo gricja për shkak edhe me partneri, nëse ka një të tillë karakteri, po deri në një farë pike ajo gricja se. Po pra është me një nuk fi. Po, ti pastaj do që të zbutet dhe të jetë ai pozitivi sërish. Pra te votemi. Por një njeri i mirë nga gjitha anët nuk ta bën këtë. Një njeri që i mirë thotë, po zemra ke drejt, kisha unë faj. Mua pëlqen kjo, se është shenjë pjekurie. Më pëlqen që njeriu edhe mund të jetë ironike ajo. Dhe të jetë ironike, në sensin ai për shembull, okej, nuk e pranon me veten që e ka fajin vet, po për të mos acaruar ty ose për të sheshuar gjërat me një pjekuri, siç i ka lezet, thotë okej, në rregull. Do thon pjekurin doni ta shihni vetëm me tjetri, jo ke vetja si. Unë e pranoj, unë jam e papjekur. Nuk ka asgjë të keqe këtu. Më pëlqen se Romina e pranon domethënë çdo gjë. Ti thjesht e hiq atë përgjegjësi nga vetja, mjafton që e pranon. Me shumë qejf.
Nuk e ti. Okej. Interesant fakti sotëm. Ikim tek Scrolling, po. Faktet të tjera edhe më interesant. Jep. Hey, Edhe këshyrim. Chris Brown bëhet baba për herë të katërt. Kam ripritur fëmijën e tij të katërt, më saktë një djalë me modelen jamaikane Jada Wallace. Ne i dim më saktë raportet nga më të ndryshme që Chris Brown ka pasur ai dhe 4 fëmijët mos gaboj ka të paktën me 2 partnera apo 3 partnere të ndryshëm. As si ka me të njëjtën, Nuk i ka me të njëjtat. Fëmijën e parë mos gaboj, më duket se ka me një shërbëtore, më duket. mbaj mend shumë pak Nuk e dija mediatike. është ky si rasti Cristiano që ka marrë të gjitha të drejtat e vajzës, por që ajo ka qenë, më thënë, le të themi vajza me të cilën edhe Chris Brown atëherë u përfol shumë në rrjet, dhe sigurisht ishte një vajzë që ai s'kishte një marrëdhënie konkrete. Po. Por vendosi që fëmijët ta mbante, është një personazh që i don fëmijët, fakti që ka 4 fëmijë dhe me pothuajse me çdo partnere që ka pasur marrëdhënie të gjatë, ka dëshiruar të krijojë edhe një familje. Besojmë që kjo marrëdhënie atje ta fatgjatë me modelen. Po me muzikën çfarë po bën ky djalë se Ka bërë këto turne, koncerte, vazhdon të bëj koncerte. Këngë të reja? Këngë të reja nuk është se kanë nxjerr, me sa di nuk ka dalë në një këngë re. E fundit ka qenë ajo me Rita Ora, duket? Rita Ora ka 20 vjetër Romi. Po s'ka pas të tjera. Po shta muj? Pa fund kanë nxjerr mbrapa. Oh, Kanë nxjerr album, vjet për vjet. asnjë këngë suksesshme atëherë që ta njohim ne. No guidance? I know you don't play no games. Dhe është bërë virale në TikTok. Fundit kjo. Chris Brown është këngë me Drake-un. Ne kemi lënë aty Chris Brown me fundit. Unë mbaj mend të Që është kur si kënga. ndiqni personazhet. Te kënga With You, ato e ka shumë bukur. E di ti? Duhet ta kem Pra është dëgjuar. 2005-s. E po, mirë, ajo është po. Dgjoj, janë hite, por jo ka vazhduar akoma dhe bën koncerte. Bën super koncerte dhe njerëzit e duan. Fansa ka akoma. Kështu që është i suksesshëm, vazhdon. Chris Brown të jetë një ndër artistët që preferohet. Okej, mirë. Kalojmë te një tjetër. Ecim. Doni ta dini përse sedilet e autobusëve kanë gjithmonë këtë model shumë E ngjyrësh. thjesht, janë zhul. Faleminderit. Po, arsyeja pse sedilet e autobusëve kanë modele kaq të çuditshme dhe shumë ngjyrëshe është për të fshehur papastërtitë dhe konsumimin. Këto dizajne, të quajtura moket fabrik, përdorin modele komplekse me shumë ngjyra që ta bëjë më të vështirë që pasagerët të dallojnë pislikun, plurin dhe njollat. Just me na e hedhin tani, se kuptojmë ne që ato janë... Dgjoj, kuptohen deri diku, kuptohen kur konsumohen, por dhe mua gjithmonë më ka bërë përshtypje, jo mendoj se thjesht ishin për të hequr vëmendjen. Jo. Po t'ishin ato një ngjyrë për shembull pana e thjesht, nuk do A ishte janë më më pana, dhe do ishte e sot? zezë. Kam përshtypjen që po, kombinatë Tirana Re po i kam duket. Unë Po bëra e një tillë duhet jetë. 4 vite që sivi unë autobus. Po se mos janë ndruar, të njëjtët janë. Jo, mbaj mend një herë, më duket se i kam pas ndruar, paktën sikurse se diljet. Jo, s'ma do mendja, po nejse, politika është e njëjtë, do t'jetë këtë lloj gjendje që mos kuptohet sa pisë. S'kam faj se i bie tani do lanë autobusat për ditë Po se jo, shkojnë. janë shumë më mirë ato sediljet plastike që mund të lahen edhe me ujë. Sediljet plastike sipër. po dhe këto i ka autobusi unazës, green, ato autobusat elektrik. Ata më duket kanë pasur, po. Po, ato janë më të lehta për të fyer. Po këto që janë ndër janë më qytetase, të forta. këto janë gjithmonë në këtë lloj forme. Këto janë më të Okej, forta. po ndjerë autobus tani, ikim. Ne kemi kaluar kohë të lezetshme. Me thënë drejtë, jemi rritur duke shkuar për shkollë. Okej, këto janë qytete më stresuese për të drejtuar makinën në Europë. Tirana, e pa. Një analizë e re mbi qytetet kryesore në Europë, SBA dhe Australi tregon se drejtimi i makinës, pra ku nga këto vende është më stresues, duke marrë në konsiderat faktorë si mbikëqyrtesa e trafikut, shpejtësia mesatare dhe koha e humbur në orët e pikut, dëmësia automjeteve, cilësia rrugëve dhe siguria rrugore. Unë mendoj që këtu brenda do të kishte hyrë dhe Tirana, me thënë drejtën, Shqipëria. Okej, studimi është realizuar nga Compare the Market, i cili analizoi të dhëna nga qytete të mëdha në 3 kontinente për të identifikuar zonat ku drejtimi i përditshëm bëhet më i vështirë.
Okej, në krye të listës rendite Dublini, i cili shënon nivelet më të larta të mbingarkesës në trafik. Bllokimi arrin në 72.9%, ndërsa shpejtësia mesatare bie vetëm në 17.4 km/h. Shoferët në këtë qytet humbasin rreth 191 orë në vit në trafikun, pra ku krijohet në orët le të themi më kulminante, një shifër që tregon qartë presionin e përditshëm në rrugë. Në vendin e dytë renditet Bukureshti, me një nivel mbingarkese që kalon 60% dhe shpejtësi mesatare në 20 km/h. Shoferët atje humbasin rreth 171 orë në trafik, ndërsa situata rëndohet nga infrastruktura dhe fluksi i lartë i automjeteve. Ndërsa jashtë Europës, në Shtetet e Bashkuara, qyteti më stresues për të drejtuar makinën është Nashville, ku mbingarkesa e trafikut arrin në 38.1% dhe udhëtimet në orët e pikut i kushtojnë shoferëve rreth 57 orë në vit. Një Amerikë do. Ndërsa Australi, rajoni më problematik është South Australia, me një indeks të përgjithshëm prej 65.15 dhe 109 orë të humbura çdo vit në trafik. Sa më? 65.15%. Jo, sa orë të humbura? 109 orë të humbura. Okej. Shumë, Jo, me thënë drejtën kishte Dublinin që humbin 191 orë. Ndërsa qyteti më i qetë në thonjza është Oslo, që është më pak stresuesi në Europë, me trafik më të menaxhueshëm. Norvegji ma normal të Do të futet Tirana këtu. Se u di Norvegji ato ke qef. Tirana do ishte në vend të parë aty. Kush e di sa orë humbim ne në trafik. Do humbim Ne një orë 4 të orë i tërë. kemi në ditë, me thënë drejtën. Imagjino në vit sa shkojnë. Mua më ka ndodhur vetëm për të dalë nga autostrada, domethënë nga dalja që është nga Pallati me Shigjeta, dhe për të shkuar, vetëm për të dalë nga aty më saktë, më është dashur pa frikë 2 orë. 2 orë në dorë sepse lëvizin makinat shumë me distanca 2 cm. 2 orë, nuk e di çfarë kishte ndodhur. Dhe unë dyshoj shumë që her pas here gjithë të trafikun e bëjnë policët. Dhe ka më vërtet krijon një kaos. Ky është dhe perceptimi im, me thënë të drejtën, edhe pse ekspertët thonë që jo, nuk ka të Krijon një bëjë fare, kaos. po. Dëgjoj, ka raste kur po duhet, sepse në rreth sigurisht do të ketë një lloj limiti sa do të kalojnë makinat në rreth dhe sa do të kalojnë në rrugë dytësore, në rrugët e tjera. Policët. Ama është me një lloj minutazhi, nuk mund të lësh ti që 10 minuta të kaloj vetëm rrethin, ndërkohë të bëhet rrjeshti i madh. Ai shkon e para punës, shkon për të zgjidhur punën e për të krijuar, kupton? Ai po. shkon aty kur ka marrë sinjalizime që është ngarkuar trafiku dhe duhet shkosh për ta Bën balancën e segmenteve. Tani ai nuk është robot që ta di sa është kriju linja këtej, sa është Po jo, linja ai se dihet sa krijohet linja në atë lloj orari. Dihet. Logjikisht polici nuk duhet ishte fare rreth rrullimit, se rreth rrullimet janë krijuar për të zëvendësuar policin. Po ne tani jemi shqiptarë, di se si ecim, edhe kemi qef të ja ngecim policit, e ka fajin polici. Sepse ne nuk Ne njohim kemi fajin vetëm përparësi. kurse ecim si me qenë Jo, jo, nuk njohim përparësinë, nuk i lëm. Okej. aty me Zimbabwen. Titulli tjetër. Titulli tjetër. Fëmijët nuk mbajnë mend asgjë nga 3 vitet e para të jetës, por ja pse ato janë vitet më të rëndësishme për fëmijët. Okej, sepse në ato vite do vendosin nivelin e stresit, sigurisë emocionale dhe mënyrës se si e shohin veten për dekada. Pak shkencë me gjuhë të thjeshtë. Qendra e alarmit, pra amigdala, mëson se çfarë është e sigurt dhe çfarë është kërcënuese shumë përpara se të ketë gjuhë. Ajo ruan modele se si reagon trupi ndaj stresit. Rrugët nervore të vetrregullimit emocional formohen kryesisht nga mosha 0 deri në 3 vjeç dhe ndërtohen përmes bashkërregullimit me prindin. Pra, jo vetëm nga mësimi me fjalë, por fëmia qetësohet duke u qetësuar edhe ti, pra dhe duke të parë se si ti reagon. Korteksi prefrontal, ndjes, korteksi prefrontal, planifikimi, kontrolli i impulseve për qëndrimi, nis të instalohet në thonjza duke u bazuar tek sa e parashikueshme dhe besueshme janë nevojat. Pra, vjen ndihma kur qaj, a kuptohem, gjithashtu janë modelet e lidhjes, attachment, pra që krijohen brenda vitit të parë dhe lidhen më pas me sigurinë në marrëdhënie, qëndrueshmërinë emocionale dhe menaxhimin e stresit, themeli i gjuhës, kuptimi social dhe kontrolli i impulseve që ndërtohen përgjatë këtyre viteve dhe bëhen sistemi operativ i çdo aftësie që vjen më vonë.
çfarë kemi tjetër? Kemi goxha shumë. Pra, 3 vitet e para të bebit janë Do shumë me thënë, ne nuk mbaj mend fëmijërinë, por mbaj mend ankthin, lidhjen e pasigurt. Aty formohemi. Vështirësinë e besimit, pra le të themi kemi janë disa impulse, pastaj disa sisteme që formohen në rritje. Dhe kur ne zhvillohemi pastaj totalisht, aty fillojmë të kuptojmë. Në çfarë moshe i keni kujtimet e fundit juve nga fëmijëria? Shumë vonë. Unë kam shumë Se ne edhe 7-10 nuk mbaj mend. Unë mbaj mend vitin e parë të shkollës, pastaj mbaj mend ditën tim po në klasë të parë. Kaq mbaj mend në klasë të parë, pastaj direkt klasë 8. Nga klasa e parë deri në klasë 8 nuk mbaj mend asgjë. Unë mbaj mend pa nga klasa e parë, mbaj mend kur kam hyrë për herë të parë, mbaj mend tani që po i mendoj kështu, mbaj mend abetaren. Pastaj klasa 2, klasa 3 Mbaj mend shpullën e to janë parë gjëra nga të vogla, klasa 2, klasa 3 fare. Është një arsye pse nuk duhet përdorë dhuna në shkollë, është pikërisht kjo, pse unë jam një ato individ. Në momentet më delikate. Kur unë kam qenë në shkollë fillore, lejoja atëherë që s'dysha ta fuste edhe në shpullë. Më vonë hoq, pastaj do bësh shumë mirë që hoq. Unë mbaj mend shpullën e parë zyshës. Domethënë është një lloj Pasi ta quaj traumë, nuk do ta quaj traumë, po e mbaj mend. Është. Edhe një kujtimet e mia të fëmijërisë, tjetë shpulla e zyshës, është çik. Kështu që nuk kemi shumë pro dhunës. Absolutisht kundër. Okej, mirë, ecim tek titulli tjetër. Kemi titulli tjetër. Po, kemi të fundit? Njerëzit që ndjen rehat vetëm janë shokët dhe partnerët më besnik. Nuk e di pse ka filluar kohëve të fundit fakt që sa i përket studimeve që lidhen me vetminë, janë përndarë shumë, janë bërë shumë edhe e shikojnë si diçka të mirë. Madje po diskutoja disa ditë më parë këtë muhabetin me vetminë, që nëse më parë më thënë nuk e shikoni si diçka normale, pra kur shikoni që rrihe vetëm, po nuk ke diçka. Po. Ndërkohë që është një nevojë e trupit, është një nevojë e trupit që të rish vetëm, ndërsa më thënë sot e mirë kuptojnë kur ti qëndro vetëm, nësa më përpara po të rije vetëm ishte jo, nuk duhet të rish vetëm, ti duhet të rish me njerëz. Po rri vetëm, që është ai s'ka asnjë shok, asnjë gjë po rri vetëm. Shikoni si problem ndorë. Sepse në rast se duam të rrim vetëm, që të mbyllemi te bota jonë, mbase se kemi nevojë që edhe njerëzit na thonë her pas here, po hajde, po mos rri vetëm, kupton? Mund të kemi edhe nevojë njerëz që gjejnë qetësinë, pra. Po jo të gjithë rrin vetëm se janë rehat vetëm. Po flas për situata që ka njerëz që rrin vetëm sepse nuk për shembull po them kot. Nuk e përballojnë dot presionin shoqëror, psikologjik. Po. Dëgjoj, unë kam shumë raste. Po tani marrim rastin konkret, në rastin tim të paga. Unë kam pasur raste për shembull pak kohë më parë, ku kam pasur sa moment që unë realisht doja të rija vetëm. Duke ja thoja prindërve që se më thonin për shembull hajde ose pse s'po rrin, dua të ri vetëm, më shikonin pak çuditshëm. Më thonë, prindërit tanë nuk e perceptojnë faktin që ne duam të rim vetëm her pas here. Më thonë që të rim atë vetminë tonë. Se i duket sikur ne bijem në një lloj depresioni ose më shumë. Po pra, po, jemi rritur me një familje të madhe, jemi rritur me njerëz gjithmonë. Po, shqiptarët janë rritur gjithë me familje të madhe. Jemi rritur gjithë me familje të ndaja, nuk kemi rritur asnjëherë me një hapësirë tonën personale. S'kan pas mundësi kur të jenë vetëm edhe nëse kanë dashur. Po, me një hapësirë personale, kështu që hulumtimet psikologjike tregojnë se individët që ndjehen rehat duke qenë vetëm, shpesh shfaqin nivele më të larta pavarësie dhe rregullimi emocional. Kjo mund të përkthehet në besnikëri më të fortë, pasi ata kanë më pak gjasa të mbështeten tek të tjerët për vlerësimin e vazhdueshëm. Në vend që të kërkojnë ndërveprim të shpesh shoqëror, këta individ kanë tendencën që të vlerësojnë lidhjet më të thella dhe më kuptimplot. Marrëdhëniet e tyre shpesh ndërtohen mbi besimin, stabilitetin dhe angazhimin afatgjat në vend të sasisë. Kjo nuk do të thotë se ata janë antisocial, por më tepër selektiv, duke dhënë përparësi cilësisë mbi vëllimin se si miqësitë dhe marrëdhëniet romantike duhet të jenë, sipas konceptit të tyre. Në fakt, po, deri diku po, sepse duke qenë një njeri që gjatë kohës qëndron me njerëz, mbas e ke pak të vështirë të bësh dallimin midis cila është gjëja e duhur për ty, e cila jo. Duke qëndruar vetëm, duke qenë pak më selektiv, duke parë jetën më seriozisht, mendoj që ja kanë dhe deri diku dhe më të lehtë për krijuar dhe një marrëdhënie më të fortë me një partner apo partnere. Kjo është pak thik me dy presa pastaj, sepse varet. Disa shfrytëzojnë vetminë për të bërë. Ja ta mbaroj.
Në momentin që ti jeton vetëm dhe nuk ke pavarësi, nuk ke varësi as emocionale, as ekonomike nga askush tjetër, e ke shumë të vështirë të futesh në një marrëdhënie pastaj dhe të kesh të ndash hapësirën tënde me dikë tjetër. Sa do që studimi Vetëm nëse gjen dikë që ai vetë ka jetuar vetëm edhe mbase ndërlidhen. Po, është më keq. Është më keq sepse të dy janë të pavarur në hapësirën e vet, edhe për shembull kur fillon bashkëjetesa, pastaj ti nuk do as që të ndryshohet tavolina, nuk do këndin verdh dhe do roz. E kupton? E vërtetë pastaj. është më vërtet, po çështja është që unë mendoj që është edhe fazë. Fazë do kaloj, se nuk mendoj që duhet që qëndrojmë gjithkohës. Absolutisht, por përshtatja mund të jetë e vështirë. Vjen një moment që mund të kesh qëndruar 10 edhe 20 vite vetëm. Vjen një moment që e kërkon atë, për edhe lodhesh me atë vetmin. Po. Por e do kështu me faza. Po, është fazë. Okej, mirë, e mbyllim me titujt. Dhe tani jemi gati për shkuar të gjej këngën se ka që para 2 rubrikave që nuk po mezi po i pritej tiri. Ecim, gjej këngën. Gjej këngën. Okej, kënga e djeshme. Kënga quhet The Good, The Bad and The Ugly by Ennio Morricone. E kishte gjetur Erioni, kishte bërë një paragraf aty, kishte shkruar komplet ku ishte nga çfarë filmi I mirë, I keqi dhe I shumtuar I përshtatshëm shqip. Kompozitori I mirë njohur Ennio Morricone. Okej, para për sot atë. E para për sot është I just died in your arms tonight. Si e ka died in your arms? I just died in your I arms. just died in your arms. What ka ajo? Must have been something you said. Ka ajo? Ajo. Është grup apo jo? Është grup, po. Unë e dëgjoj për ditë, është nga këngët e mia të preferuara, po duke qenë se jam një dëgjuese YouTube-i në makinë, nuk e shoh kurrë titullin. Uaja, rrova mos e Edhe kam. nuk e di. Edhe klipin e kam në mend, se unë e gjej shumë shpesh të këngën. I just died in your arms. A mos e s'keni pra jetë? Kryu, një gjë kryu. Po. Kryu. Kryu është fjala e dytë. E, po nuk. Master Kryu, se si e ka, nuk e di. Nuk më vjen fare. Cutting Crew? Cutting Crew. Po. Cutting Crew. I just died in your arms. Taxi. I just died in your arms tonight. It must have been something you said. I just died in your arms tonight. Oh, I just died in your arms tonight. It must have been Some kind of kiss. kiss. You shouldn't walk away. I shouldn't walk away. Bravo, vajza. E dyta. Na 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 na. Që këngë. Nuk më vjen. Coming down on a sunny day. E kam dëgjuar, por nuk e njoh. Have you ever seen the rain? Have you ever seen the rain, Paul? Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Se keni dëgjuar në herë? Pak. Po. Nuk di çfarë. E shkënjyem. Kënga për publikun. Jipi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ba-da-da-da-da-da. Ti gjithmonë gjen këto më të letat për publikun. Si quhet? I mban me hatër. Kush e ka kënduar? Është muzika e Rocky Balboas. Jo, e Scarface-it. Scarface, po kush e ka kënduar, nuk ka rëndësi titulli.
Kush a kënduar? Nuk e di. E, tashi. Ecim. Reklama. Është grup. Vim pas Publicitet. pak. Është grup. Po. Është grup?